Një aksident I rënd automobilistik ka tronditur provincën e Cuneos në Itali, duke marrë jetën e 2 të rinjve shqiptar dhe duke plagosur 3 të tjerë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën provinciale 156 në afërsi të qytetit Savigliano, një segment rrugor I njohur për ngushtinë dhe trafikun e dendur ku regjistrohen shumë aksidente. Mediat italiane shkruajnë se një xhip në të cilin udhëtonin 5 persona përplasi një kamion. Përplasja ishte shumë e fortë, duke shkatëruar plotësisht automjetin e vogël. Nga kjo përplasje të mëshme, vën jetën 2 të rinj shqiptar të moshës rreth 20 vjeç në vend ngjarje. 3 persona të tjerë, gjithashtu shqiptar, mbetën të plagosur. Njëri prej tyre 21 vjeç është dërguar me urgjencë në spitalin Savigliano dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një 55 vjeçare, e cila ishte në kamion, ka pësuar plagë të rënda dhe politrauma dhe është transportuar me helikopter në spitalin Santa Croce. Po ashtu, një tjetër 56 vjeçar, I cili ndodhej në të njëjtin kamion, u plagos lehtë dhe u dha ndihmë mjekësore në spital. Autoritetet italiane, përfshirë karabinierët dhe zjarrfikësit, kanë nisur menjëherë hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Po hetohet nëse aksidenti ka ndodhur për shkaqe të një manovre të rrezikshme gjatë parakalimit, shpejtësisë së tepruar apo faktorëve të tjerë që lidhen me gjendjen e rrugëve dhe motit në moment ngjarjes.